miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes Kati. Mirëmëngjes e dashur. Si nisi dita jote sot? Shumë bukur. Bukur? Me gatima, gati dhe për sot? Përshëndesim Anvisa Tanila dhe i ftojmë këtu tek Ëndijoni Gatimit për të parë receta që do të përcjellim për ato sot. E çfarë do të bëjmë neve sot? Ne sot mendojmë të bëjmë fileto pule, të cilat nuk do t'i bëjmë thjesht ashtu, do t'i bëjmë me një krem pana, por jo vetëm, do të kemi brenda edhe kërpudha. Unë kam përzgjedhur këto kërpudha të thata, por ju mund të zgjidhni edhe kërpudha të tjera çfarë mund të ndodhen juve, por ju garantoj që këto nuk është se i sjellim këtu për t'i treguar, por i sjellim sepse vërtet janë shumë cilësore dhe ka një cilësi dhe një shije të veçantë. Dhe mbi të gjitha në vlera ushqyese, unë do ta lexoj pak paketimin, por kam përshtypjen që është diku tek 10 fish më shumë se sa kërpudhat e zakonshme që ne gatuajmë, dhe janë pikërisht kërpudhat shiitake, këto që do gatuajmë. Prandaj edhe neve i sjellim që, domethënë, të keni një ide dhe për këtë lloj kërpudhash. Nuk është se ju detyrojmë, por është mirë që edhe këto t'i fusni her pas here në tryezën tuaj. Dhe mendova që këtë, si thua salë që do ta përgatisim me filetot e pulës dhe këto, ta shoqërojmë me këtë orizin bazmati që dhe ky ka një aromë dhe një shije shumë të mirë dhe bëhet një kombinim mjaft i mirë dhe është, si të them, një gatim qoftë edhe për këto tryezat familjare apo dhe për ndonjë festë, ditë festive, për të një gjë ndryshe, një shije të veçantë. Është një shije veçantë dhe kombinimi i mënyrës se si do ta sjell do të jetë shumë i mirë dhe do të ketë edhe lezet për atë tryezën tuaj. Këtej ndërkohë? Një recet tradicionale, Anila, oshaf me fiq. Është recet tradicionale e zonës së Gjirokastrës. Faktikisht Gjirokastritet, gjyshet dhe nënat Gjirokastrite i bënin, domethënë, këtë recet, dhe ato i mendonin, domethënë, me një koqirëllëk, do të thotë me 3 produkte, bënin në këtë lloj ëmbëlsire për të servirur miqve apo edhe familjarve. Dhe cilat janë këto 3 produkte që na duan? Faktikisht qumshi, fiq e thatë dhe kanella. Tani nisë shten dhe sheqerin. Domethënë fiq, sheqer, kanellë edhe qumësht. Nisë shten? E kemi alternativa? Këtu dua të ndaloj tani dhe të them. Ato e bënin me qumësht dele. Qumshi deles është vetë, domethënë, një qumësht i plot. Më i trash. Dhe ai nuk ka nevojë të shtojmë asnjë gjë dhe bëhet vetë ashtu kremos, domethënë pikset si kosi. Mirë po, në qumësht të zakonshëm, është mirë që të bëhet tamam ajo trajta kremoze, është mirë që ta ndihmojmë me një lugë niseshte, me një lugë të supës niseshte. Pra, në 1 litër qumësht, 1 lugë të supës niseshte për ta trashur dhe ta sjell ashtu në formën kremoze. Unë kam para përgatitur, e kam në frigorifer, dhe do ta tregojmë në fund fare mënyrën, domethënë, edhe si bëhet edhe se si do të jetë trajta e fundit. Dhe shoqërohet kjo në fund fare me kanellë. Ato madje e bën në atë formën, domethënë, të si trigona, si pjesa e baklavas, si për atë zbukurimin, e kishin, domethënë, atë karakteristikën e tyre të veçantë. Edhe në mënyrën e servirjes. Po sigurisht që kjo shkon shumë mirë edhe me pak arë të thërmuar. Po, pse jo, gjithmonë frutat e thata. To janë, pastaj, tradita është kjo që ju thash, që bëhet me qumësht dele. Anila, kam në fileton e pulës në frigorifer, prandaj po nxjerrim dhe fileton e pulës, ndërkohë unë po ju kujtoj shkurtimisht se me çfarë po gatuajmë ne sot, ku i gjejmë të gjitha produktet që kemi mbi tryezën tonë, edhe ato produkte pak më specifike, më të veçanta që shpesh e kemi të vështirë t'i gjejmë në ambiente të tjera, pikërisht në të gjitha pikat e dyqaneve Neranzi. Në Shqipëri e në Kosovë, kudo që ju ndodheni edhe e banoni, me siguri ju ka zënë syri këtë tabelën e dyqaneve organike Neranzi, bëni një vizit në pikën tuaj më të afërt për të zbuluar një botë të tërë të produkteve ushqimore nga më të larmishmet, pa diskutim, për t'i shtuar vlera ushqyese regjimit tuaj të përditshëm ushqimor, për t'i shtuar më shumë shije, alternativa të reja, pse jo nëse doni të eksperimentoni edhe me ca gatime pak më moderne, në rastin e gatimeve aziatike, për shembull, që do të thotë kjo receta e parë që ne po sjellim sot me fileto pule, me oriz bazmati, edhe me kërpudhat shiitake, kam përshtypjen Kati që është një kombinim që vjen si origjinë nga recetat aziatike apo jo. Por që ne e sjellim në mënyrën shqiptare, patjetër. Me thënë që t'i përshtatemi kushteve tona edhe shijeve tona. Që të mos i bëjmë të pamundura apo të vështira dhe të themi jo, këto gatime nuk i bëj dot, sepse nuk na është mësuar edhe mënyra se si gatuan, por nuk kemi edhe produktet. Me Neranzi ne kemi mundësi të mbushim të gjithë vitin në drekat apo darkat tona, edhe asnjë ditë të mos i ngjasoj tjetrës.
Atëre do dashur Anvisa, fillimisht duhet mirë është që të hetim sa më të trash piperin. Jo ai imti, ta grim në moment, ka një aromë dhe një tjetër shije, sigurisht që është edhe pak më i plot së është ai që imti, i hedhim edhe pak krip. Unë gjithmonë them që tek mishi, sidomos filetot edhe këto, nuk hedhim krip fillimisht. Këtu hedhim pse? Sepse këtu ne do ta spërkasim me pak me një lugë miell, që këtë mielli pastaj do të na jetë edhe për të lidhur atë salsën. Po. Pra e spërkatim dhe i përzijem edhe këto, me thënë që të marrin mielin gjithandej. Ndërkohë do të kujdesemi që të vendosim tiganin, një lugë gjalp, një lugë vaj. Okej. Hedhim vajin, edhe gjalpin. Edhe gjalpin e kemi këtu. Gjalpin e freskët. Shafranin, e dua për pilafin, Anila, nuk është se e kam të japë pak shije dhe pak ngjyrë, me që nëse thamë neve që ta bëjmë në atë mënyrën, me thënë. Shafranin, që është kaq interesant, që vjen në formën e këtyje fijeve të vogla, po ndërkohë duhet aq pak brenda, sa që me këtë shishen e vogël mund të zjasni shumë gatime në kuzhinë. Kemi nisur nga puna dhe nisim edhe me redimin e recetave. Sa të na shkri gjalpi e të bëhemi gati për të shtuar në tigan filetot e pulës të marinuara me krip, piper të zi dhe miell, le t'i hedhim një sy recetave dhe lexojmë kështu të gjithë përbërësit që na duan për të gatuar këtë pjatë, e cila është fileto pule me oriz basmati. Na duan 2 fileto pule, një lugë gjelle gjalp, një lugë gjelle vaj, një lugë gjelle miell. Pra, të gjitha këto janë tek marinimi i filetos së pulës e më pas përbërësit që ne do të shtojmë në tigan do t'jenë qepa, një thelpi hudhër, 250 gram kërpudha shqiptake në këtë rast, do e tregojmë pak se duhet të qëndrojnë në ujë të lloj kërpudhash para se të gatuan, 3-4 feta pancet, një gotë verë e bardhë, një lugë gjelle borzilok i thatë, 250 ml pana gatimi, gjysmë filxhani oriz basmati, 3 filxhan çaj lëng pule, kemi 50 gram djath kaçkavall të grirë, majdanos për servirje, krip edhe piper. E nga kjo recet disi më moderne, do ta kemi vazhdimësin me një recet tradicionale që është oshaf me fiq të thatë, një ëmbëlsirë me pak përbërës, por gjithmonë interesante dhe e shishme si që janë recetat tona të origjinës, për të cilën do të na duhet 1 litër qumësh, një lugë gjelle niseshte, gjithashtu më tej do të na duhen fiq të thatë 250 ose 300 gram në varësi edhe të sasisë për të cilën ju do të gatuani, pra 2-3 lugë gjelle sheqer dhe kanella për servirje. Ne këtu kemi edhe arrat në fakt që si gjithmonë frutat e thanta apo përbërës të tjerë janë ekstra për pa tjetër mundësisë dhe dëshirës dhe shijes tuaj. I shkojnë faktikisht, por tradicionale është para, është thjesht vetëm me kanellë. Okej, rrim tek receta e parë, e cila do të na doj pak më shumë kohë në gatim, të cilën unë dua t'ju tregoj pak se si janë këto kërpudhat shitake, po jedh vetëm një sy, kanë 10 herë më shumë shije dhe vlera ushqyese në fakt. Ju e dini që tek në Ranxhi çdo produkt vjen i shoqëruar edhe me tabelat të vlerave ushqyese, me një përshkrim përgjithshëm të produktit. Kjo ka 200 gram, sigurisht që këto rrisin edhe volumin në momentin që vendosen në ujë. Unë të nxjerr vetëm disa prej tyre për t'ju treguar si janë kështu në gjendje të dehidratuar. E më pas t'ju tregoj se këto kërpudha, pra shikoni sa interesante janë të forta. Po, janë të forta, dhe janë më të thara, pas do me thënë në mënyrë speciale, që mos të humbasin ato vlerat ushqimore. Në ujë bëhen kështu, zbuten dhe marrin pamjen në kërpudhave gati për t'u gatuar. Gjatë gatimit Anila, mund të përdorim edhe pak lëngje nga uji i tyre. E shoh që ka marrë ngjyrë uji. Sepse nxjerrin atë ngjyrën dhe përdorim edhe pak nga ajo. Tani këtu i lëm, do me thënë të na marrin, si thuash, një thekërim nga të gjitha anët. Filetoja është delikate, nuk do shumë skuqje, ka vërdisje do me thënë. Edhe kur i kemi prerë kështu në fetëza të holla, në drejtim të kundër të fijeve, të filetos, i thekërojmë dhe pastaj më mbrapa do t'i heqim dhe do shtojmë këtu qepën, hudhrën, të gjitha. Fillëm edhe pak, do me thënë. Bëhe, do me thënë, një salcë shumë e mirë për të shoqëruar këtë orizin bazmat. Për orizin bazmat, neve do të masat janë 1 me 2,
Do ta kavërdisim me pak vaj dhe me pak gjalpë edhe atë dhe do të shtojmë brenda nëse keni një ujë të aromatizuar ose mund të shtoni lëng pule, ose lëng mishi, çfarë t'ju ndodhet ju, ose lëng perimesh, çfarë t'ju keni juve në shtëpi. Ose në mungesë të gjithave mund të shtoni vetëm ujë dhe të shtoni safran, nëse keni. Nëse s'keni safran, mund të shtoni një lugë të kafes, të çajit të turmerik. Edhe turmeriku është hyn në familjen e safranit, po sigurisht që nuk është e njëjta gjë. Safrani ka vlera më të mëdha ushqimore, ka cilësi më të mira, kështu që sigurisht që është tamam, si mund të themi, edhe rigoni me trumzën, për shembull, me një familje, ja, por kanë shije të ndryshme. Edhe sigurisht që safrani është edhe pak më, nuk është shumë ekonomik. Është ndër ato produkte që përdoren me nga pak, por ama aq pak ka realisht shumë vlera ushqyese. Përdoret akoma edhe në kafe turke, Anila. Vërtet, safrani? Po, safrani në kafe turke përdoret dhe jep një shije, do me thënë delikat, një shije shumë të mirë, dhe përveç se shijes nuk ka nevojë të hedhësh sheqer, thjesht, si që kam nuk por të lënë atë aromën e vetë. Të shtoj unë pak tu te kafja ime. Ja, në Kati ka bërë kafen e turke vetë të përditshme, në një fixhan të bollshëm. Sepse unë e pi këtë gjatë gjithë ditës. Edhe, kur është e ngrohtë, hedhim 3-4 fije. 3-4 fije safran. Safran. Edhe e shijojmë, do me thënë, ajo që ndronë për gjatë gjithë, do me thënë, sa neve konsumojmë, që ndronë edhe na jep një shije shumë të mirë. E kam bërë dhe me të kuq, për s'ka gjë. Ta fshim. S'ka gjë, me të kuq dhe e bësh prapë, se me të kuq i ke buzët. Okej. Mirë. Kjo është kafja që shijon shumë, faleminderit, dhe është një kafe që thash që shijon njerëz zakonisht shumë me safran. Po jo veç se kafet, në gatime të ndryshme, në mbërthira të ndryshme, në çajra të ndryshme, mund ta përdorni gjërësisht safranin, sepse vërtet është një nga erzat që ka vlera ushqimore. Tani neve këto do t'i heqim. Në të njëjtin tigan do vazhdoj me skuqen e besaj qepa dhe të hudrës. Pastaj ne do t'i shtojmë prap këto. Patjetër, po. Në momentin që do të kavërdisim ato pjesëve tjera, do t'i vendosim përsëri. Okej. Kjo është procedura e parë. I heqim sepse nëse i lëm, ato thahen edhe na bëhen, do me thënë, si themi neve, të thata, nuk kanë ato butësinë mishit. Dhe kjo ndodh për arsye se e fillojmë gatimin dhe e lëm, vazhdojmë ta gatuajmë, kushtojmë qepën, kushtojmë domethënë të gjitha, deri në fund që përfundohet salca, ato janë tharë edhe janë gatuar më shumë se duhet. Tani qepën është mirë ta grim imët. Të hedhim edhe hudra. 2 thelpi hudër. Gjithmonë hudrat mbeten përsëri një përbërës alternativ, të cilën mund ta shtoni edhe në formën e hudrës pluhur. Të hedhim pak krip me qënëse. Edhe pak krip edhe këtu tek qepa. Kripa ndihmon qepën të skuqet më lehtë dhe ndihmon edhe hudrat të grihen më lehtë në rastin kur i grim në dorasën e kuzhinës me ndihmën e një thike, sepse nuk i lë të rrëshkasin edhe i grimi më timët. Okej. Edhe qepën shoh që e kemi grirë goxha imët. Edhe hudra. I çojmë në tigan. Okej, pra ajo që kemi bërë deri tani është në një tigan me gjalpë dhe me vaj, kemi skuqur filetot e pulës të prera në copëza më të vogla, të marinuara me krip, me piper të zi, sa më jashtë për të jetë piperi aq më mirë. Aq më mirë akoma është të mbani këto shishet që gjeni tek në ranzi që i keni në të gjitha format e pipernave. Ne këtu kemi miksin që ka të gjithë llojet e piperave brenda, po keni piper të zi, keni piper jeshil, keni piper të kuq,
të gjitha variantet dhe në mulli në fakt piperi rri më mirë, më i freskët dhe në pjatë kur grihet apo në gjell ashtu në gjatë kohës që gatuajmë apo konsumojmë, lëshon dhe të gjitha vlerat e tij dhe ato aromën e piperit që jep lezet në fakt gatimit. Patjetër. Ndërkohë unë tek receta thash që nëse keni, nëse i ndodhet, nëse s'keni nuk ka problem, mund ta përfundoni kështu me këto produktet e tjera që kemi, por kjo i jep një ekstra shije, sepse është i tymosur dhe ka një shije shumë të mirë. Kështu që nëse keni pancet, qofte edhe 3-4 fetza, shtojani. Nëse nuk keni, nuk ka problem fare, mund të thash që ta vazhdoni dhe ta përgatisni recetën vetëm me këto përbërës e tjerë që neve kemi. Atëherë unë me qenë se ne kemi do ja shtojmë. Po. Do ja hedh kështu siç janë. Këto fetzat janë të tymosura dhe kanë nxjerrë një ekstra shije, dhe na e bëjnë akoma edhe më të shishëm. Do t'i lëm paksa. Nëse duam ta bëjmë pak si më të veçantë, kjo e bën më të veçantë, ç'është e vërteta. Se ka atë shijen e tymosjes, edhe na sjell atë shijen e fshatit, sikur e kemi gatuar në zjarr, jo në sobë, ka atë tjetër shije. Por thash që dhe nëse nuk keni, nuk ka problem. Tani mbas kemi hedhur edhe këtë, do shtojmë tani me njëherë kërpudhat. Kërpudhat. Të cilat i kemi lënë në ujë, siç tham. Po. Kati ti i ke lënë në ujë, pastaj i ke prerë apo nuk janë prerë kështu? I ke prerë? I kam prerë. Po besoj mbasi janë zbutur se kështu të forta më duket apo priten? Jo, të ashtu i kam prerë. Priten edhe kështu, a? Okej. Se më duken shumë të forta për tu. Jo, shiko tani si zbute dhe bëjnë sikur janë origjinale, sikur janë domethënë të freskëta. Po, e vërtet. Edhe tani ngjyra, prandaj kjo lloj kërpudhe, ashtu siç tha Anila pak më përpara, domethënë që kanë vlera të mëdha ushqimore, kanë tjetër shije, janë të veçanta dhe na e bëjnë të veçantë këtë lloj salce, prandaj është mirë që thash e përdorim. Marrim një qese dhe e kemi për disa gatime, nuk është se e bëjmë një herësh. Edhe nga ky lëngu tani mbajmë nëse do të na duhet në momentin që do të përgatisim salcën. Kështu që shiko se sa rrisin edhe vëllimin. Nga një fetëz e hollë, kthehet domethënë në këto fetëza të plota. Trazojmë pak që të na zbuten, domethënë dhe të marrin shije me qepën, me hudhrën dhe pancetën që neve kemi hedhur. Do të shtojmë tani, do ta shuajmë me verë, do ta lëmë të avulloj alkooli verës dhe më mbrapa do të shtojmë këto filetot. Madje do të shtoj dhe filetot, pastaj do të shtoj verën që ta marrë edhe mishi aromën. Të marrë edhe mishi dhe të japi dhe një zbutje, sepse përveç se shijes, edhe zbut ato inet e mishit. Qartë. Është një recetë e shpejtë, bëhet shumë shpejt gati, sepse nuk duan shumë kohë. Ndërkohë sa këto që të t'i lë pak kohë, Anila, unë them që të kaloj tek pjesa e vatrës andej, ta ndezin, ta bëjmë gati për të përgatitur edhe pilafin. Në rregull. Që t'i lë pak kohë atyre të më zbuten. Orizi më i mirë basmati në fakt. Super basmati, jo më kot quhet i tillë, që nga ky paketimi super rezistent ju e dalloni. E ndërkohë orizi basmati është shumë i këndshëm dhe në pamje, vjen me këtë kokrën e hollë, edhe ka një aromë karakteristike kur gatuhet, edhe në shije gjithashtu, dhe në pjatë ngjan shumë bukur, sepse kjo kokra stërgjaçe, akoma edhe më e këndshme bëhet kur gatuhet. Kështu që ne do ta shohim kur ta kemi gati. 1-2 është raporti edhe i këtij orizi. 30 minuta kohë. Jo. Atëherë duhet lënë në ujë për 30 minuta. Po. E kullojmë, e kam gati që të më thahet. 10-12 minuta tash ka gatime. Okej. Ja kaq do të na duhet edhe ne për ta bërë gati. Nuk do shumë kohë për ta shoh. Domethënë 12 minuta i lëm kështu me kapak, pastaj heqim kapakun, fikim sopën dhe vendosim një pecet guzhine të mbuluar dhe nga ngelet i shkriforuar. Gjithmonë çdo lloj orizi, jo vetëm këtu te bazmati, por të gjitha llojet e pilafeve që neve përgatisim, mund ta bëjmë kështu, mund ta bëjmë këtë të zier, domethënë që të vendosim ujë
të valoj dhe ta hedhim brenda, mundet do me thënë ta bëjmë edhe në këtë mënyrë, nëse doni do me thënë që t'i jepni një ekstra shije, që ta bëni me pak gjalpë dhe vaj, një kavërdisje të lehtë dhe pastaj të shtoni lëngun e mishit, lëngun e perimeve, ose dhe këtë, si thuash, miksin e erëzave që kemi ne, unë do të hedhë këtu kam matur edhe ujin, e kam bërë gati, do ta hedhë që ta kemi edhe një lugë këtu. Ja, kemi edhe një këtu, apo e do për kraun këtej? Ska gjea me që se kam dhe këtu. Okej. Ja, një lugë është mjaftueshëm. Veç se do kemi kujdes të puna e kripës tani, pak krip do hedhun si për tek orizi, kështu që ta lëm edhe këtë diku këtu, të marrim vajin edhe gjalpin të I kalojmë në kraun tjetër. Edhe ato andi. Këtej nuk rrezikojmë të na ngjitet në një gjë, jo? Jo, mund ta trazosh pak, lutem Anila, sa të bëj këto gati. T'ja ul pak temperaturën? Jo, s'ka nevojë se tani mund të hedhësh vetëm filetot e pulës brenda, Anila. Okej, se mendoj që qepa është s'duhet lënë më vetëm, se do na humbi fare pastaj. Filetot e pulës që hoqëm nga tigani më herët, tani është momenti t'i bashkojmë me produktet e tjera. Për këto kemi qepën, kemi hudhrën, kemi 3-4 feta pancet. Çfarë kishim tjetër këtu? Kaq. Edhe kërpudhat, pa tjetër dhe kërpudhat. Nuk ka problem edhe nëse kanë gjitë pak në fund, sepse në momentin që do hedhim verën, të gjitha ato do me thënë do karamelizimi që është bërë nga proteinat e pulës edhe këto, do të lidhin, edhe është edhe nga mielli, do të lidhin salsa. Po, sepse... Do të avulloj alkoolit dhe do të hedhim ato panë. Nuk e gjitur, është okej çdo gjë. Kur tjetë momenti për të bërë edhe shuarjen me verë, do t'i rikthehemi. Le të marr pak temperaturë mua i ndyra këtu, sepse duhet të marr temperaturë ena. Njerë ja lot temperaturën tiganit, njerë ja qonë në krau tjetër. Okej. Ta kemi gati. Okej. Tani është momenti që ta lëm edhe verën të kryej atë funksionin e vetë. Faktikisht këto duan, do me thënë që tjetë temperatura e lartë që me njerë sa e hedha jo të filloj të bëj atë, si të është zjerin. Zakonisht, kur kemi gaz. Gazi është shumë i mirë për këto lloj gatimet e shpejta. Këto gatimet e shpejta duan gaz që të bëjnë ashtu si që duhet, por me gjitha të edhe në shtëpi realizohen. Ne thamë që në fillim që do gatuajmë si në shtëpi me të njëjtat kuzhine që ju keni, me të njëjtat soba, sepse ndryshet shkuptim kanë nëse ne ju propozojmë receta apo mënyra gatimi që ju do t'i shihni edhe do t'i ktheheni asaj gjellës tuaj, pastaj do thoni jo, Katerina, nuk e bëj dot këtë që na theti sot, ose më mungon kjo, më mungon kjo. Dhe bëhet shumë e mirë, Anila, dhe do bëhet shumë e mirë, do t'a lëm pak të na avulloj alkooli, do t'i shtoj pak nga ky lëngu i kërpudhave që kemi zbutur, dhe pasi do me thënë të më lidhet pak, do shtojmë edhe pana. Me thënë panën që të ketë ajo shija përfundimtare. Okej, ndërkohë që këtej po kërcet vaj me që po shoh, edhe... Si duke... Ta edhe orisin. Okej. Shtojmë orisin. Thamë që në munges të... Ta lajmë dhe ta thajmë orisin, duhet sarë që të... Ta lëm të kulloj? Të kulloj, po pa tjetër, në një kullej, se lëm kullon, edhe e kemi gati. E ndërkohë që sa po e hodhëm, orizi basmat ka një aromë dhe një shije të veçantë. Dhe me njerë e nëzori atë aromën në momentin që neve e hodhëm, do me thëmë, për të bërë gati. Tani, do ta kemi këtu, do me thëmë, në kujdes, të nëngrojt, sa të nëngrojt dhe uji, me thëmë të valoj uji, duhem ta kemi të valuar, në momentin që do ta shtojmë tek orizi. Pra të gjithë të pjesë të parë ne jemi marrë vetëm me një recet. Po ju kujtoj që recetën, ja ku e kemi, sepse është një gatim që do 2 faza, pra orizi më vete edhe kërpudhat me fileton edhe me pjesën tjetër të përbërze më vete. Kështu që mund të duket që po gatuajmë në 2 krah, po ndërkohë janë pjesë e së njëjtës recetë, kësaj që kemi tani në ekran, e cila është fileto pule me oriz basmati. Keni të gjithë përbërësit aty të listuar, ju lëmë kohë të shihni edhe të kuptoni se si cilët prej tyre na duhen për njërën dhe cilët për tjetrin. Dhe më pas, bashkimin e të dyjave bashk do ta bëjmë në pjesën e dytë, ku do t'i kemi plotësisht të gatuara edhe
të shërbyera në pjatë. E në mëtej në pjesën e 2 do të përqendrohemi tek oshafi. Po, Kështu? te oshafi, sepse që është e vërteta mënyrën do me thënë se si. Unë e kam, është e thjesht për të pregatitur, edhe e kam para pregatit, gjë që në ndihmon për të treguar edhe të përfunduar recetën, që ta shikojnë anvisat se si është, do me thënë, në qatë trajte, duhet jetë oshafi në momentin që duhem ta serviri. Bëhet shumë shpejt gati, mjafton që të kemi përbërësit, dhe përbërësi kryesor është qumshi deles, por thash në mungesë të tij, sepse jo në të gjitha vendet mundet të asigurojmë atë qumësht. Zakonisht me qumësht dele bëhet në pranverë me këtë, do me thënë, ende akoma ka qumësht dele, do me thënë, në treg, por nëse nuk kemi, mund ta bëjmë edhe me qumësht të zakonshëm. Dhe mënyrën se si doa tregoj, sepse ne thash që me qenë se nuk është qumësht dele, është mirë ta ndihmoj me një lugë niseshte për ta sjellë në atë trajtën kremoze. Edhe pak këtu tani, edhe ti hedhim edhe pak kri panila. Mirë, ka ti të mos i ngusim gjërat, se dhe pilafi do kohën e vetë të kavardisë dhe bëhet gati për lëngu. Është momenti për pushimit? Po, bëjmë pak pushim? Si mendon? Faktikisht pilafi është në një fazë që duhet të shtoja, se nuk do, një me 2 raporti, çdo pilaf tjetër, nuk ka nevojë të shojë. Të nazi dhe neve thamë për mbas 12 minutave do vendosim një pecet kuzhine. Kështu që kur të kthehemi do merremi me shtimin e panës, do ta kemi gati dhe orizin, kemi gjëra të tjera për të ndarë me ju. Mjafton që ju të qëndroni me ne dhe të gjitha do t'i ndjekim kur të kthehemi në pjesën e dytë. Ne vazhdojmë qëndrojmë në këndin tonë të gatimit, ju vazhdoni qëndroni me News 24, takohemi pas pak. Jemi rikthyer në transmetim, vazhdojmë të jemi live në këndin e gatimit në pjesën e dytë. Sot kemi përzgjedhur 2 receta të cilat i kemi përgatitur me produktet në Ranci, njërën prej së cilave e kemi drejt përfundimit dhe recetën e dytë do ta nisim pikërisht tani duke u kujtuar në vazhdim edhe recetat përbërësit dhe mënyrën e të përgatitjes për ato tyre. Po. Atëherë të dashur Ambisa, siç ju tham, neve i lam në momentin që ka vërdisnim orizin, nuk kam edhe si që shikoni dhe safran, dhe për vetë faktit të ngjyrës, ka krijuar këto vrimzat që krijon pilafi dhe është momenti, fikin sobën, raporti është 1:2, një ka vërdisje lehtë, një lugë gjarp, një lugë vaj, dhe është momenti që duhet të vendosim me patjetër një pecet kuzhine dhe do ta lëmë kështu në qetësi të sobës që ai të na bëhet gati. Nuk ka nevojë të vendosni më kapak, se ndoshta vënin dhe kapakun lart, po jo, s'ka nevojë. Kjo ndihmon më mirë të marri, domethënë, ato avujt e tepërt dhe të na e mbajt të shkrifët pilafin ton. Ky është një sekret i pilafit për të qëndruar i shkrifët dhe mos të na qulloset. Okej, shumë mirë. Dhe pilafin e kemi lënë të mbuluar me një pecet, i rikthehemi tani tiganit, kuj anë këtu e mbajtëm neve pak, si thuash, në temperaturë të ullët, me qëllim që të arrinim edhe kohën që të tregonim tani që jemi në fazë për të shtuar edhe panën. Pa shtojmë panën dhe është, si thuash, momenti fundit, që nuk kemi për të shtuar gjë tjetër, thjesht do marri një si valme të, duhet temperaturë e ullën mesatare kjo tani që mos të pritet. Po. Edhe kemi një salsë të pasur. Kati këtu s'kemi përdor lëngje fare, ne? Jo, hodhëm lëngje nga kërpudhat. Nga kërpudhat, okej. Por shumë një filxhan. Pak. Një filxhan. Jo, nuk ka nevojë, sepse edhe kërpudhat, edhe filetoja pullës nuk duan, edhe tani kjo, pana, që këtu tani duam temperaturë të ullët në mesatare me qëllim që mos të na pritet. E kuptoj. Nuk do shumë. Madje, për mua, është mirë, do me thënë, ta fikim dhe ta lëmë në temperaturë të sobës, sepse ne nuk kemi gati tani për ta serviru, ta lëmë që të na ta kemi të qëndrojë, ja ta fikim plotësisht. Edhe do ta kemi gati pastaj. Si pas dëshirës, po, u fik. Si pas dëshirës mund të përdojmë këtu pak djathë çkavall. Për t'i shtuar pak lezzet. Do me thënë, ato bëhen në momentet kur kemi një tryezë familjare që kemi nevojë, do me thënë, që të nxjerrim një pjatë sa më të mirë, sa më të pasur, sa më të shishme për pjesëtarët e familjes ose dhe miqtë tanë që kemi në shtëpi. Tani ne do t'rregojmë menjëherë oshafin dhe pastaj do t'rregojmë edhe mënyrën se si mund ta ndërtojmë këtë ta sillim edhe më festive. Okej.
Qumësh, sheqer, martu, Anila, këto. kemi fish, sheqer besoj se do shumë, se këto fisht janë goxha të ëmbël. Po, 2-3 lugë themon, sepse në 1 litër qumë është dhe kjo varet, do me thënë, dhe nga lloji i fiqve, se ka dhe fiq të cilët janë edhe të ëmbël, kështu që bëjmë kujdes për punën e sheqerit, hedhim 1 lugë në fillim fare, shojmë me thënë nga ëmbëlsira dhe pastaj shtojmë edhe tjetrën. Unë do të hedh jo 1 litër, po do të hedh gjysmë litër, me thënë 500 ml. Okej. Do ta hedh kështu si me sy ta shoh, do me thënë. Po. Që të bëjmë pak të na ngrohet qumshi shpejt, prandaj dhe e bëj këtë gjë. Duhet jetë i vakët apo I ngrohet, sikur zëmë qumshin e kosit. Okej. Duhet jetë në këtë trajt. Nëse ke nevojë për mua, më thuaj. Ja mori tani, shqyqy që mori një herë. Okej. Unë mendoj tani, Anila, Po. jo, të nxjerrim ato nga frigoriferi, ti tregojmë, ti kemi se jo, gati, po, edhe shumë pastaj që thashtë të servirja të gjellën. Po ja lë edhe pak të lidhet ta mirë lëmë edhe edhe pa, pak se edhe- me sopë të fikur fundja e kemi gjellën, kështu që nuk na digjet gjë, ndërkohë në Nuk krah digjet, të por që saj. salca duhet mirë, servirur, ti e di, ajo lloj ti e salce di. duhet servirur. Se kështu bëhet kjo, a? Ja, kështu bëhet. Janë ngjyra e ka marrë nga fik, po prit tani ta heqim. Dhe është mirë të dashur Anvisa kur I vendosim gjërat në frigorifer, nëse nuk kemi kapak, mund të vendosim një letër telefoni për mos të shkëmbyer, sidomos për krembrat të ëmbëlsirat, Pa. mos të marrim ato shkëmbimin e Aromarave produkteve të të aromave që ndryshme. vendosim neve në frigorifer. Është mirë që të gjitha të paketojnë. Tani, ky është rezultati, ky është ai kremi që duhet. Okej. Dhe është momenti këtu që, ku e kemi? Këtu kanellën. Ku ta Do të hedhëm shtem tani, pak sepse... kanel. Jo, tani nuk e di nëse unë do ta realizoj tamam ashtu se si e bëjnë ato. Është një mënyrë që e marrin dhe e bëjnë kështu vija. Në këtë mënyrë, po tani se di, si jam shumë e mirë në dekore këto. S'ka gjë, edhe kështu në mënyrë të çrregullt mund t'ja shtosh. E rëndësishme është që t'jetë Ato e Shija bëjnë dhe kështu, Anila, dhe pastaj e kthejnë, domethënë bëjnë si ato si pjesë e baklavajt. E kuptoj. Tani Duhet të ketë ndonjë kështu aksesor kuzhine për t'i bërë këto, apo me duar thua I bëj? me dorë I bënin ato, me dorë. Ashtu, a? Nëse unë tani, sido që t'i bëj, e rëndësi ka që Të krijohet të ajo krijohet ideja. një ide kështu. Çfarë mund ta bëjmë në këtë kështu, drejt, e vështirë më duket. Më mirë tani fare baklava se bëra unë, po Baklava në tentativë. e bëra do me thënë atë, si të thuash. Ato e bënin shumë bukur. Domethënë ishte ajo në karakteristike e gjysheve dhe nënave gjirokastrite, madje edhe përmetaret. Edhe kam dëgjuar Anila që përveç se me fiq, këtë lloj ëmbëlsire e bënin edhe me kumbulla të thata. O shaf me kumbulla të thata. Është edhe ajo një Do me thënë, mënyra e gatimit është e njëjtë, thua? Në vend të fiqve përdorim kumbulla? Po, në vend të fiq është e njëjtë. Është e njëjtë, por në vend të kumbullave përdorin këto. Tani për fiqet, neve kemi këto fiqe të cilat ishin shumë të mira, me thënë të drejtën. Le të marrim një lugë tjetër. Shiko, I presim kështu në copëzat të vogla. Po. Në këtë mënyrë, do me thënë, në kubik të vegjël, sa më të imta. Dhe këto fiqet, ky lloj fiku, nuk ka nevojë për shumë sheqer. Sepse vetë lloji I fikut përmban, do me thënë, ka ëmbëlsi. Po. Janë këto fiqet. Ka goxha madje. Hajde vendosim edhe këtu. Okej. Tani, këtë, pasi ngrohet qumshi duhet të ngrohet, thamë që ashtu si qumshi që zjedh kosi, hedhim një pjesë të qumshit këtu, I shtypim që të nxjerrin atë, si thuash, të zbuten fikët, të nxjerrin ëmbëlsinë, shijen e fikut, me qëllim që ajo është sikur zë me far kosi, është far fiku, kjo do me thënë, far kosi. Okej. Pse po pret konfirmim? Unë vetëm po dëgjoj. Nuk e di fare si përgatitet fare. Ja, në këtë mënyrë përgatitet. Do me thënë, kjo është sikur kemi kos dhe zëm qumshin, ne bëjmë kos. Tani, në vend të kosit, ne kemi fikt të cilët I kemi të prerë në kubik të vegjël, janë kështu, I zbutim me ato, të nxjerrin ato lëngjet, me qëllim që të kemi, do me thënë, për të piksur qumshin. Që është gati qumshi me sa po shohim, sikur u ngra. Në rregull. Dhe ky lloj kam dhe lugën këtu. Fillimisht bëhet ky veprim. Mirë po, thash,
në kjo bëhet vetëm me qumësht dhe me fiq kur kemi qumësht dele, sepse qumësh i deles është i plot. Ndërsa në qumëshin ton tani, në qumësht lope, do me lope, në qumësht të zakonshëm, është mirë që të bëhet ama ashtu kremoze, është mirë që të shtojmë një lugë, një seshte, me qëllim që të bëhet ama ashtu si krem. Edhe gjyshet, do me thënë, ato nëna kur s'kam pasur qumësht dele, e bëni këtë veprim, sepse unë kam pjetur, jam interesuar dhe më kanë thënë që kur s'kemi pasur qumësht dele dhe donim që të bënim një ëmbëlsirë të tillë, sepse ishte një ëmbëlsirë që ato përgatisnin edhe u servinin miqve që vinin, do me thënë, se është shumë e shpejtë. Ka qenë këto ëmbëlsira që të nderonte kjo. Të nderonte dhe është një ëmbëlsirë e shpejtë. Tani, kjo nuk gatuhet më. Jo. Niseshten këtu e shtojnë ne, apo ja shtojnë qumshit kur duam ta? Neve, nga që nuk kemi, tham, qumësht dele dhe kemi këtë qumësht, niseshte do ta shtojmë këtu dhe do ta përzijem që të zihet niseshtja. E qartë, po prandaj thash. Do hedhim sheqerin, do hedhim dhe niseshte. Tani unë një gjysmë luge do hedh këtu. Pra, në rastin se ne kemi qumshin e deles që t'i the, bëjmë këtë veprim, ngrojmë qumshin dhe jashtojmë fiqve. Në rastin nuk e kemi, para se të... Jashtojmë fiqve edhe këtë pjesën e trash, për shumë dhe tani këtu do t'a bëjmë, do me thënë, heqin këtë pjesën e parë, e hedhin këtu, në çdo enë, edhe lëngun tjetër e hedhin tek ajo qumshi, edhe e trazojnë dhe e mpiksin, pastaj ndajnë në përtase, e mbulojnë dhe e lënë aq për një 30 minuta dhe kanë gati. Pikset ajo. Po ka shpejt vërtet në këto? Tani të marrë këto që të... Unë do hedhë thash niseshte, sepse qumshi nuk është ai që të mpikset dhe na japi të rezultatin e dur. Nuk është gabim, mënyra se si neve e bëjmë. Po për të realizuar ashtu si duhet, thamë që duhet bërë ai veprim. A kuptoj. Marrim një këtu se kam të pastër. Dhe tani, unë nuk do hedhë kaq, po do hedhë më pak. Po, se një pjesë të qumshit ne e hoqë? Tani më duhet. Ja, praktike. Hedhë ujë edhe ta trazoj. Do hollojmë niseshten, okej. Veprimi që bëjmë gjithmonë përpara se niseshten t'ia shtojmë gatimeve të ndryshme, është ta hollojmë veçmas me pakës ujë, që mos na formoj ato kokrizat të tretet niseshtja dhe mos mbetet në fund, sepse ka tendencën të qëndrojë në fund të lëngjeve. Këtë po bëjmë tani. Do t'a vëmë në zjarë. Okej, sa po të filloj të trashet disi? Të lidhet pak, do me thënë, të marri një valë, themi ne, dhe do t'a kemi gati. Okej, shumë mirë. Thjesht një valë. Pra, është një ëmbëlsirë shumë e thjesht, shumë e shpejt për të përgatitur, mënyra se si duhet është ajo që ju thash, dhe rezultati del shumë i mirë. Fiku përveç se që është ëmbëlsirë, ka vlerat të mëdhaja ushqimore, kështu që është mirë, pse jo ta përdorim her pas here. S'kemi qumshin e deles, do të kemi këtë qumshin e zakonshëm, një lloj qumshi që juve mund të keni në shtëpi, dhe e bëni në këtë mënyrë që unë ju thash. Prap shien do ta kesh shumë të mirë, do të ketë, do me thënë, atë shien e fikut, shoqërohet me kanellë për t'i dhënë një ekstra shije, edhe shtyllën tjetër, ja kjo. Kaq, provojeni për të kuptuar edhe shien, ju që e njihni dhe e keni të provuar. Do me thënë, sa të marri një valë, me një herë e heqim, nuk ka nevojë që të ashtu. Mos prisni që të bëhet shumë i mpiksur këtu, sepse me aq nuk do të bëhet, por do të mpikset nga do me thënë nga fiku. Sarka e fikut, si mund ta them ndryshe më Janil. Nuk e di. S'e më dot. Ja. E shikon? Bëhet si qumësht dele kjo tani kështu. Por ama nuk është. Tu do të shtojmë edhe këtë të fikut brenda. Ja, do të hedhë kështu. Vetëm këto pjesën e këtyre e lëm që të ngelet në fund. Nuk i dhet brenda. Vetëm lëngjet që dalin nga dhe që i shtypim ato. Tani ndajmë në përtasa. Në të njëjtën mënyrë unë përgatita dhe ato. Edhe i lëm. I mbulojmë dhe i lëm në frigorifer. Dhe ajo do të trashet, do të mpikset. Okej. Ta marrim një lugë, neve provojmë dhe me thënë se sa. Se si është pamja e saj nga brenda. Po, marrim ja, mbaro ty me shpërndarjen. Edhe shohim edhe në brëndësi se si është. Neve me që s'kemi tani tjetër, hajde t'ja hedhim këto fiq, s'ka gjithë se mirë i bëm dëm si bëm. Mos në shkojnë dëm. Do ha më te për fiq.
Po juve nga një lugë të supës është mjaftueshëm, domethënë për ta hedhur. Okej. Kjo ishte, domethënë, mënyra se si përgatitet, E shumë e shohim thjeshtë, pak shumë e se si shpejtë. është në brëndësi dhe pastaj i rikthehemi recetës. Okej, ky është atëre brenda i bie që ka këtë lloj trashësie. Si krem, nuk është, nuk bëhet shumë Pra një kjo është kremoz. trashësia që do të ketë, ndërkohë brenda ka edhe copat e fikut Në fund fare. të thatë. Okej. Sa e mirë është? Unë mora shumë kanellë, se më kapi luga këtë pjesën sipër, po shumë e mirë është. Është bërë e mirë Anila? Nëse thuaj kot. Kotë thash. Shumë e mirë. Por duhet jetë e mirë. Se thuaj kotë, nuk shumë e ka- mirë. nuk ka- Edhe kështu vjen dhe freskët kjo, mendova se ishte, domethënë, shijon ka dhe tani në verë. Po. Turistat në Gjirokastër e përdorin shumë, e marrin shumë këtë. Ashtu, ë? Po, sepse është një gatim tradicional. Dhe Çfarë po bën tani? ja do ta bëj këtu në formë, por do ta lyej pak me gjalpë. Se kemi, do bësh pilafin. Po, do bëj pilafin Okej, formën. 4 minuta ko kemi. Kemi sa për ta bërë këtë tani. E bëni formën me pak gjalp. Edhe pasi Të ta afroj këtë tenxherën, e do aty? po. Tani po doni ju mund të hidhni dhe arra. Sipas dëshirës. Të bëjmë këtë njëre, pastaj e marrim pjatën. Atë përzierjen ti do ja shtosh sipër? Ja, Dani, do shikoj. Apo në fund e kur ta kthesh? Shtresa do ta Do e bësh kthej me unë. shtresa. Okej. Ja, e shikon orizi se sa i shkrifët që është. Shumë e shkripët është. Edhe ka edhe ngjyrën e mirë, ka edhe shijen e mirë. Po japim formën për ta servirur. Edhe gjalpi tani është i freskët, edhe hedhim pak gjalp që të edhe të hiqet më kollaj, por edhe shijon. Dje kjo të nxerja. Nëse. Tani marim edhe Ato doja të tigani. afroja. Po, Okej. faleminderit, Anil. Këto do t'i vëmë pas në frigorifer. Të marrim një- Kështu që lërojmë vend për të parë Ishim, mënyrën se si do ta vendosim në pjatë. s'ka gjë se për Me marrë këtë që ta marrë më shtresa. kollaj, faktikisht, e marrë më shpejt me këto. Okej. Dhe më pas një shtresë me oriz prapë Me besoj. shtres me oriz, po. Okej. Përsëri oriz. Okej. Po, më thuaj, Anil. Kështu gatim nuk duhet më mbushje gjellë që mund të quajmë ato E salë. shiko, atë salcën tani neve nga mund ta sipër, ndoshta. vendosim edhe sipër, por ndërkohë që mund ta vendosim edhe në një pjatancë, edhe e kemi E kemi kështu më vete, kush do t'i shtoj më shumë në pjatë, thua. Po, Okej. tani ca kokra piperi, ma dje, këtu në përshtresa, mund t'i hidhnim edhe pak djathë kaçkavalla, por ne tani do t'ja shtojmë pak në fund. Edhe, por që në përshtresa, është mirë që t'i hedhim edhe pak djathë kaçkavallës. Okej. Si jemi me Ma kohë? jep mua, këto 1 minutë kemi fiks për të kthyer, për të treguar pjatën e përfunduar dhe për të bërë kështu edhe ndarjen nga kuzhina jonë. Okej. Sa bukur, shumë bukur. Djathim fillimisht. Një mënyrë interesante për ta shërbyer, mund ta vendosni kështu në mesin e tryezës suaj dhe secili merr aq sa do, e natyrisht që i shton, siç tham, në pjatë, sipas dëshirës, edhe më shumë fileto, më shumë korpuza. Okej. Takos majdanos të freskët të gririmët. Shumë festive doli. Edhe këtu. Disa kokra piper. Piperi jep shumë shije. Edhe Ka bukuri kombinim shumë të mirë. Shumë e bukur pjata, më pëlqen Kati, Ja, shumë shënduart. Faleminderit e dashur.
Ndahemi? Ja, kjo ishte receta lumshin duart. sot. Mendoj që janë visat. Mua më pëlqen shumë dhe për më tepër Edhe për shije, faktikisht kombinimi e morëm sysh. Ra, s'ka gjë, mos e shihni më, mbaruam. Mbaruam Ikim. E nxorëm shumë shpejt. Faleminderit e dashur. Faleminderit dhe ju të dashur anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina Miropafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja, shtoni dhe pak këto përbërës të pakta që neve hodhëm pak më mbrapa dhe vërtet do të keni një gatim shumë të mirë dhe të shishëm. Mirupafshim, kalofshi bukur. Faleminderit tani. Faleminderit ty, të lumshin duart. Shkojmë në publicitet dhe kthehemi në Vila 24 me Alkem Çuko, nutricionistin e Neranzit, pas pak për një temë të vlefshme shëndeti.